do të mbetem pak te kuptimi i jetës që është gjithashtu i lidhur me kërkimin për të qenë i lumtur, me atë për kufizimin që ende askush nuk mendojmë që e ka gjetur idealin, sepse si çdo gjë tjetër është një gjë në evoluim që ndryshon. Por çfarë është lumturia? Është destinacion, është rrugtimi, është një qëllim, është një dëshirë e realizuar. Çfarë është lumturia dhe pse e kërkojmë aq shumë të gjithë? Të gjithë jetojnë për një lloj qetësie shpirtërore. Lumturia është qetësi shpirtërore. Qetësia shpirtërore nuk do të thotë që nuk ke probleme. Qetësia shpirtërore do të thotë që ti të vjen problemi dhe ti nuk hidhesh me atë problem së bashku dhe e bën problemin më të madh. Kjo është gjë që të gjithë e kemi përjetuar pak a shumë. Kur për mua dhe atë që unë më ndihmoj pacientët e mi ose njerëzit në komunitet, është që si mund të gjesh qetësi shpirtërore dhe si të mos të hapësh probleme duke ditur dhe i pa ditur. Më thënë, nuk është një destinacion, kuptohet, unë sot mund t'jem e qetë, në disa vite diçka tragjike mund të ndodhë dhe s'mund t'jem. Por unë kam mësuar një lloj gjuhe dashurie, gjuhe shpirtërore, po ta mendosh, dashuria gjithmonë sjell qetësi, sjell lumturi. Dhe e kërkojmë të gjithë. Po dashuria nis nga vetja, dashuria nis nga duke ditur rrethin shoqëror, rrethin familjar, dashuria nis në qoftë se fëmia im nuk do të vesh këtë lloj këpuce ose do të vesh 2 këpucë të ndryshme, edhe kjo është rasti i vërtetë, për mua nuk ka shumë rëndësi nëse ajo vesh 2 këpucë të ndryshme dhe unë kam qetësinë shpirtërore në mëngjes. Se ngric prindi me fëmijën, jo, duhet të vesh këtu, pse? Sepse ne kemi merak se si mund të na shohin të tjerët, mësuesja, të thotë si e ka veshur këto 2 lloj këpuce të ndryshme, si e ka lënë prindi. Domethënë nis edhe me atë shame and guilt, që pak a shumë ne kemi shumë si kulturë, po është gati kudo në botë. Nuk e di nëse të jam përgjigjur ashtu siç duhet, por paqja shpirtërore është lumturia. Këtë po përpiqem ta gjej dhe unë rrugës. Do të ndaj me ty diçka që më ndodhi këto ditë të fundit. Postova për të falenderuar ndjekësit e podcastit, madje kam përshtypjen edhe inspiruar nga biseda që patëm bashkë, edhe nga fakti që po përpiqem të jap një kontribut modest në komunitetin tonë për të sjellë këto biseda, për të ndihmuar më sa mundemi secila në fushën tonë. Edhe për habin time, ajo video në Instagram arriti me mira, nuk e di, e ka kaluar mbi 50.000 views, shumë komente, shumë share, dhe vura re që më erdhi mirë, u gëzova, u kënaqa, për jetë vërtetës, por bëra një gabim që e ndjeva dhe më thuaj ti pse e bëra këtë, se prandaj dua të pyes. Shumica e komenteve ishin pozitive, ishin vlerësuese, ishin falenderuese, 90% të tilla do të thoja, po kishin një 10% që u morën me flokët e mia, me faktin që unë jam moshuar, unë nuk besoj se njerëzit rinohen me kalimin e viteve, po nejse, dhe unë kam që 17 vjeç jam në ekran dhe sigurisht që do moshohem. U morën me botokset, me me çdo gjë ansore përveç thelbit dhe falënderimit që unë bëra për faktin që po komunikojmë dhe jemi në këtë podcast bashkë. Çfarë bëra unë? Dhe aty kuptova që dhe unë e kam traumën dhe duhet ta trajtoj dhe do të takojmë prapë bashkë ndoshta. Unë nuk i shkruajta dhe të falenderoja dhe të përgjigjesha komenteve pozitive, po fillova t'i përgjigjesha vetëm komenteve negative. Dhe më erdhi shumë keq me veten dhe për veten gjithashtu, që unë i vlerësova dhe humba kohën time dhe prisha qetësinë time me njerëz dhe individ kryesisht pa emra, anonim, me emra të sajuar, të cilët morën vëmendjen time me negativitetin e tyre. Sa smur jam unë? Në rast të parë ne jemi të gjithë të smur pak a shumë, okay? Në rast të dytë nuk bëra asnjë gabim. Për arsye sepse nëse nga ana psikologjike, nëse dikush nuk shikon 90% të anës pozitive të atij, jo 100% të anës pozitive të atij mesazhe nuk e kam parë, të them të drejtën, edhe një nga arsyet që nuk e kam parë është sepse unë mundohem shumë të mos jem online. Për arsye sepse nga ana e pozicionit tënd duke qenë domethënë njerëz që të njohin dhe që më njohin, do hapësh dyert e çdo kujt. Dhe ti e kuptove shumë shpejt. Kjo është gjë shumë pozitive, që kuptove që po përgjigjesh te njerëzit negativ. Në mënyrën që në momentin që ti përgjigjesh dikujt me një përgjigje, le të përgjigje shumë e mirë nga ana jote, dikujt që është negativ ndaj teje, ti jap derën që ai të ripërgjigjet. Por nuk është faji jot, për arsye sepse nëse dikush flet për moshën, që pak a shumë jemi
në një moshë që është shumë e vërtet, ose do mplakesh, ose do vdesësh i ri. Kështu që unë tani nuk e kuptoj çfarë duan njerëzit, duan të vdesim të rinj që të na shikojnë të reja. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.